Parkingu i ri i qendrës klinike pritet të ketë edhe 1000 vende parkimi të reja, ndërsa brenda një viti pritet që të jetë i gatshëm për qytetarët. Kështu shpreh ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili deklaroi se nga aspekti infrastrukturor për 6 muaj presin të kenë rezultatet e para dhe brenda një viti presin parking smart me gjithë infrastrukturën horizontale dhe vertikale. Aliu theksoi se çmimi i parkingut do të jetë disa llojesh. Për të punësuarit në shëndetësi që janë brenda në klinik do jetë një çmim i volitshëm, çmimi për pacientët do të jetë çmim tjetër gjithashtu i volitshëm, çmimi i tretë që do të jetë me 0 denar do të jetë për pacient onkologjik që deri tani e kanë. Çmimi i katërt do të jetë për qytetarë që kanë dikend në institucione shëndetësore dhe duan të vinë ta shohin edhe ta vizitojnë, dhe çmimi tjetër do të jetë komercial i fundit për qytetarët të cilët kanë vendosur ta parkojnë veturën e tyre për X arsye tjetër. Ai sqaroi se kanë hasur në barriera administrative ku toka nuk ishte në pronësi as të shtetit as të ministrisë, dhe hapi i parë që e ka ndërmarrë e që ka zgjatë 3 muaj ishte definimi i parcelave. Pastaj, siç tha, hapi i dytë ishte që këto parcela t'i jepen në pronësi Ministrisë së Shëndetësisë, dhe hapi i tretë ishte që këto vendime të dalin në gazetën zyrtare, dhe kjo tha se është bërë dje, ndërsa hapi i katërt shtoi se do të jetë në nënshkrimin mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe qytetit të Shkupit, e cila pritet të bëhet javës tjetër. Çështja e problemit të parkingut në qendrën klinike është shumë vjeçar, dhe zgjidhja është premtuar nga secili ministër që ka qenë në krye të këtij dikasteri.